Erdhët në kanalin tim të gatimit. Sot të përgatisim peshk në zgarë dhe patate në tigan, një drekë shumë e shpejtë dhe shumë e shijshme. Patatet janë zier, i qërova dhe i preva në tresh. Në tigan skuq gjalpin dhe vaj ullirin. Më pas shte patatet e ziera. Krip, piper dhe majdanoz. Cooking with Lou, like they're coming. Back to da 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 da, back to da 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 da. Back to da 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 da, back to da 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 da. Mos harroni beni subscribe. Cooking with Lou, like they're coming. Gatimi i patateve ka përfunduar. Le të merremi me peshkun. Peshkun e kam marinuar me krip dhe piper. Më pas në një pjatë shtoj vaj ulliri dhe e lyp peshkun. Pas e vendos në zgar. Kjo është dreka ime e shijshme dhe thjesht për të përgatitur. Nëse e provoni këtë recetë, do doja shumë të më thoni se si u doli në komente. Faleminderit dhe shihemi në videon tjetër.